U gjetën shtëpi të shkollë, edhe aty e filluam vitin shkollor me 20 janar. Ka qenë suksesi I jashtëzakonshëm. Na kena menduar veç që do të mbijetoj. Aty s'ka pas inventar shkollor, të gjithë arsimtarët kanë qenë qatë mobilizuar, drejtor të shkollave, kanë qenë mobilizuar, po dhe nxënësit. Universiteti dhe sulmi drejt për drejt në arsim ka qenë jashtëzakonisht shumë I qëllimshëm sepse arsimin realisht ka prodhu elita intelektuale, ka prodhu artikulim politik për drejta më të mëdha të shqiptarëve. Shtëpitë shkolla lëndën u kushtuan nga terrori I pushtetit servis, aty me suspendimin e organeve të Kosovës, të kuvendit edhe të qeverisë, u shkarkun të gjitha organet e Kosovës dhe në të gjitha organet e Kosovës dhe në komuna u vendosen masat e dhunshme. Erdhen persona prej servisë, po edhe serbë lokal, të cilët filluan me ndërtue një pushtet këtu, me dhunë policore, harmoni me kushtetutën e servisë, kurse ndaj shqiptarëve të cilët do të bashkëpunonin edhe do të punonin me ta, I detyronin ta nënshkruajnë se Serbinë e pranojnë si shtet dhe do të punojnë me sipas kushtetutës dhe ligjeve të Serbisë, shkollat në nëdhëheqjen e personave të cilët kanë punuar në organe shtetërore dhe në institucione, si sekretariat të arsimit, si Instituti Pedagogjik Kosovës, po dhe në organet komunale, që shumica ishin përjashtë të pune, orientuan dhe konsultoheshin me ata persona dhe në këtë rast, në bazë të udhëzimeve që janë dhënë, të gjitha shkollat kolektive shkollore deklaruan se nuk do të punojnë me ligjet të servisë, nuk do të punojnë me plan programe të servisë dhe nuk do të punojnë me tekste mësimore të servisë. Çaj plan program për shtëpi shkolla ka dhënë diskutim publik. Bashkëpunimi ka qenë me shumë I mirë me shkolla, po ashtu edhe me parti politike dhe është miratu çaj program pleqësia arsimit e ka miratu, po edhe plani dhe programi mësimor do është me ndryshu. Atë viti shkollor u përgatit detajisht qysh me filluar me 20 janar. U gjetën shtëpi të shkollë, edhe aty e filluam vitin shkollor me 20 janar. Ka qenë suksesi I jashtëzakonshëm. Na kena menduar veç që do të mbijetoj. Aty s'ka pas inventar shkollor, të gjithë arsimtarët kanë qenë qatë mobilizuar, drejtor të shkollave, kanë qenë mobilizuar, po dhe nxënësit, që më thonë vërtetën, nuk kena pas kur çfarë problemi, ka qenë përfshirja masovike e nxënësve në shkolla. Shtëpitë shkolla kanë qenë një elementi ma funksional, elementi në një farë mënyrë që ka majt thelbet e shtetësisë së Kosovës sot, po të njëjtën kohë edhe forma më e mirë e organizimit. 90-tat janë vite jashtëzakonisht dinamike, janë vite me ndryshime të mëdha strukturore, janë vite të cilat sjellin ndryshime shumë dramatike. Gjendja e shqiptarëve në Jugosllavi nuk ka qenë asnjëherë mirë. Sytë të universiteti, sytë të arsimi shqip kanë qenë për herë nëse shihni edhe shkrimet që janë shkruar, botimet që janë shkruar në Serbi, prej Akademisë së Shkencave, shihni që është një preokupim I veçantë me sistemin arsimor, sepse sistemi arsimor, hapja e Universitetit të Prishtinës, ka kriju shtresën e mesme në Kosovë, ka kriju elitën intelektuale. Për këtë arsye konsideroj që universiteti dhe sulmi drejt për drejt në arsim ka qenë jashtëzakonisht shumë I qëllimshëm sepse arsimin realisht ka prodhu elita intelektuale, ka prodhu artikulim politik për drejta më të mëdha të shqiptarëve. Si organizat jemi nisë çdo, do të thonë kemi tentuar me mbulu këtë hendekun mes gjeneratave. Ne jemi rrit me perspektivën e arsimit vitet 90-ta, edhe nëse se kemi përjetu gjithë direkt,
kemi antarë të familjes, kemi lidhje, edhe jemi rrit me ato zërat, ne kemi pas ma vështirë, ne kemi mësu në për shtëpi, kemi banu në shtëpi, ka qenë shumë vështirë arsimi. Si organizat tentojmë me i analizu fenomenet sociale, ekonomike, urbane në aspektin hapsinor, me pa që ka nga të regojnë shtridhja në hapsir, qysh ka ndodhë fenomenet hapsinore, qysh ka në lëviz, me analizu pak qëto paternat edhe me pa që ka mund të me nëzirë në këtë aspekt.